nuk dhanë rezultat, vetëm fushatet e mësuse për demet që krijon pirri e duanit nën moshën 18 vjeç, se këto produkte vepet nuk janë dizenjuar dhe për të përdorur nga kjo grup mosh, ato janë vetëm për të përdorur nga personat adult, të cilët kanë shumë vite që pinë duan me djegje dhe duan të kalojnë një produkt pak të dëmshëm. Pra nuk janë për grup moshat në 18 vjeç. Dhe drejtimi i pirje duanit në këtë grup mosh është shumë i dëmshëm edhe për rezultatet në mësimet të këtyre të rinjve. Por tendenca e kohëve të fundit edhe në vendet e tjera edhe në Shqipëri, po shifet që të rinjt e të reja po i largohen këtyre vepeve. Ishte kurioziteti fillimisht që po përdorni. Po, pati një trend në rritje. Po, duke edhe në shifrat do më thënë në produkteve që hyn në Shqipëri, që ka një rënje të ndjeshme në këtë drejtim, edhe në sondazhet që kemi bërë aktualisht, edhe shohim që ka një rënje. Por, e keqja është që duke mësuar me këto vepe, kaluan në produktet e duanit, po pinë duan me djegje. Kjo është akoma më e dëmshme dhe më e keqe për këto grup moshat e reja. Pra, shifrat thënë në një farë mënyrë, zoti Shuperka flasin për element të cilët në fakt duhen ripare dhe pse jo duhet ndërhyrë në to. Pra, në një farë mënyrë e kundra nesh, apo jo?